jo një herë, dhe edhe pse kur nuk kam dashur t'i hy në hak askujt, ka shumë të ngjarë që ta kem bërë pa qëllim, ose nga që mund të kem bërë në një vlerësim gabuar. Por unë krenohem, sepse i kam dhënë dhe do t'i jap Partisë Socialiste pa kursim gjithçka që kërkohet nga një lider. Dhe së bashku me Partinë Socialiste ja kemi ngritur kokën Shqipërisë dhe çdo shqiptari që sot ku do qoftë e thot pas një siklet jam shqiptar dhe jam krenar se ne dhe askush tjetër do ta çojmë Shqipërinë në krah, në majën ku dielli lind andej nga Perëndon. Ata ndër ju që më njohin dhe që kam punuar apo punojnë më afër me mua e kuptojnë se çka kam parasysh, duke ju thënë që e di shumë më mirë se sa mund t'ju dukem disave se çfarë nuk shkon në këtë Shqipëri që kemi ndërtuar me kaq shumë mund deri këtu. Ma kërkon detyra dhe ma imponon respekti që kam. Për gjithë ata që ma kanë besuar këtë detyrë të lartë për 4 mandate rresht,